Përshëndetje të nderuar televizionistë të RTV Islam, jemi bashkë në emisionin Drejt Rrugës së Vërtetë. Deri në momentin e cilës iftarit unë do të shoqëroj me disa tregime. Ditën e djeshme ne folëm rreth profetit Nuh sallallahu alaihi wasallam, i cili është një nga profetët më të rëndësishëm, pasi ai ftoi njerëzit edhe natën edhe ditën dhe mundohej, kishte një durim shumë të madh dhe mundohej me mishë me shpirt që ata udhëzoheshin në rrugën e drejtë, por duke qenë se ai ishte një popull i shthurë, vetëm 80 prej tyre mundi të udhëzonte. Ajo që duam të përcjellim tek ju, me anë të historisë së Nuhut alayhis salam, është rëndësia e thirrjes në rrugë të Zotit. Kur themi thirrje në rrugë të Zotit, duhet të themi që ti marrësh të afërmit dhe shoqërinë e të flasësh dy fjalë, aq sa di ti, me shpresë se Zoti do t'i drejtojë në rrugë të drejtë. Dikush mund thotë se unë nuk e bëj dot këtë, sepse nuk kam shumë dije, por profeti sallallahu alaihi wasallam të thotë: "Përçoni prej meje qoftë dhe një ajet të vetëm, nëse nuk di gjë tjetër, vetë se një fjali nga Kurani, thuaje, nëse shikon dikë që nuk falet dhe i di pasojat e mosfaljes, thuaja, kush prej nesh nuk e di që ka xhenet dhe xhehenem, shpërmblim dhe ndëshkim, nëse i di këto, transmetoj të këtë tjerët dhe kjo është thirrja në rrugë të Zotit." Dikush tjetër mund të thotë se nuk e ka besimin e fortë që të ftojë të tjerët në Islam. Kur të forcohet besimi, atëherë do të fillojë. Dietarët për këtë thonë: mos të thotë kush që nuk do të ftojë, derisa të plotësohet dhe të forcohet besimi im, pasi ose do të vazhdosh derisa të vdesësh dhe besimi pa të plotësuar besimi, ose do të vijë një ditë që të thuash besimi im është i plotësuar, dhe po qëse vjen një ditë që thua që besimi im është i plot, dije se ke devijuar. Një tret mund të thotë që unë jam gati të ftoj dhe të flas njerëzve, pasi kam pak dije dhe nuk do të pres që të përsos besimin, por ajo që më pengon është se unë akoma vazhdoj me disa gjunahe. Përgjigja për këtë person është që nëse dëshiron të largohesh nga gjunahet, folu të tjerëve rreth fesë dhe ftoj në Islam. Nuk ka mënyrë më të mirë për të larguar nga gjunahet, se sa të ftosh të tjerët në rrugë të drejtë. Kjo, pasi duke folur njerëzve rreth vlerave dhe moraleve të larta, ti vepron. Teksa i flet tjetrit rreth uljes së shikimit nga harami, ndjenja e trupit do të fillojë të shtohet në veten tënde. Teksa i flet dikujt mbi rëndësinë e faljes së namazit të mëngjesit në xhami, do gjesh veten që do të shkosh dhe ti me të. Mënyra vetme që të shtosh gradët dhe shkallët e tua në xhenet është që të bësh shkak i udhëzimit të tjerëve në Islam. Gradën që arrin me ftesën e të tjerëve në Islam nuk e arrin sikur të rrije në adhurim për 1000 vite. Dikush mund thotë që si t'i ftoj kur Zoti thot në Kur'an: "A i këshilloni të tjerët për vepra të mira dhe harroni veten tuaj?" Por, po të shohim në ajet, e ndaluar është që të harrosh veten dhe jo të urdhërosh dhe të këshillosh për mirë. Kështu që kur ti flasësh dikujt, foli me qëllimin që ai drejtohet dhe ti të përfitosh gjithashtu dhe të rregullosh veten. Kështu që nëse kërkon të jesh si Nuhu alayhis salam dhe të ftosh të tjerët në rrugë të drejtë, ke nevojë vetëm për një gjë, të kesh ndjenja, dashuri të thellë për këtë fe. Nëse do fen që ke përqafuar, dije se do të jesh si ai. Nëna e Ebu Hurajres refuzonte të bëhej muslimane, dhe sa herë Ebu Hurajra i fliste rreth Islamit, ajo refuzonte. Kjo gjë e dëshpëronte shumë Ebu Hurajren. Një ditë vendosi të shkojë te profeti dhe me lot në sy i tregon mbi hallin që kishte. Profeti sallallahu alaihi wasallam ngre duart lart dhe thot: "O Zoti im, udhëzoje nënën e Ebu Hurajres në fenë islame." Pas kësaj, Ebu Hurajra shkon në shtëpi, pa hyrë brenda, dëgjon zërin e nënës, e cila i thërret duke i thënë: "Qëndro aty ku je."
Deljashdi thot, dëshmoj se nuk ka Zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguar i Tij. Një njeri që kishte një shok, të cilën e donte shumë, por që ai nuk kishte gjuna që nuk e vepronte. Tregon vetë ai, megjithse kisha folur kush e di sa herë, ai vazhdonte në të njëjtën rrugë. Atëherë vendosa të bëj diçka tjetër. Vendosa të kryej një umre për të, me shpresë që Zoti do ta tregoj, do ta drejtoj. Gjatë gjithë qëndrimit tim në Mekë, nuk lutesha për gjë tjetër vetëse që ta drejtonte Zoti. 2 javë pas u ktheva, pas sa i filloi të vij në xhami, u largua nga droga dhe të gjitha veset e këqija, dhe tani kam mësuar 5 xhuze Kur'an. Thot Zoti në Kur'an, rreth rëndësisë së thirrjes në Islam. Ju jeni umeti më i mirë i dal nga njerëzimi, pasi urdhëroni për mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Zotin. Kurse profeti sallallahu alaihi wasallam thot, feja është këshill. E pyetën, për kë i dërguar i Zotit? Ai tha, për Zotin, librin e Tij, të dërguarin e Tij, udhëheqësit musliman dhe për popullin e thjesht. Në një hadith tjetër, i cili të bën të mendosh mirë, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, do të urdhëroj për mirë dhe të ndaloni nga e keqja, ose do ju dërgoj Zoti në shkimin e Tij, do e lusni dhe nuk do ju përgjigjet. Nga shkaqet e mospranimit të lutjeve, është se ti, o vëlla dhe motor, i ke harruar njerëzit që të rrethojnë se dhe ata ka nevojë për udhëzimin hyjnor. Vallë, sa prej nesh jetojnë në një pallat dhe nuk e njohin akoma komshin që kanë, që tu flasësh njerëzve rreth fesë së Zotit dhe tu tregosh rrugën e drejtë, është misioni i profetëve, shkaku për të cilën i përmendim dhe i kujtojmë profetët është pikërisht ky. Në atë çast që do të arrish drejtimin e dikujt në rrugën e drejtë, të ndjesh një ëmbëlsi, të cilën nuk e ke ndjerë më parë. Një nga dietarët e parë thotë se sa herë më ndodh që të jem shkak për drejtimin e dikujt në rrugën e Zotit, ndjej se nuk kam nevojë për asgjë nga kjo botë. Rreth shpërblimit të atij që bëhet shkak për udhëzimin e dikujt, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, nëse bëhet shkak që Zoti të udhëzoj dikë në rrugën e drejtë, është mirë për ty se kjo botë me të mirat e saj. Përse të mos fillojmë që tani? Fillimisht, të fillojmë me familjen tonë, me gruan, fëmijët, këmshinjtë e kështu me radhë. Përse të mos veprojmë dhe ne si Nuhu alayhis salam? Në atë moment që do të fillosh të ftosh të tjerët, do e ndjesh ëmbëlsinë e fesë dhe të kësaj bote. Deri tani, ne nuk e kemi ndjerë këtë, pasi nuk dim se përse jemi në këtë botë. Këtu jemi që të përkrahim njëri tjetrin dhe të shpëtojmë njëri tjetrin. Udhëzimi i dikujt ka dhe një të mirë tjetër. Të gjitha të mirat që do të veprojë ai, do të quhen sikur i ke vepruar dhe ti. Nëse deri tani nuk ishte falur dhe ti bëhesh shkaktar që të filloj namazin, të gjithë problemi i namazit që fal deri kur të vdes, do e marrësh dhe ti. Nëse ai bëhet shkak që drejton njerëz të tjerë, të gjithë problemin e veprave të tyre, do të jepet dhe ty. Të mirat që merr prej atyre, që bëhet shkak për të udhëzuar, mund të mos i arrish me veprat e tua gjatë gjithë jetës. Amr ibn Asi, për shembull, është shkak që egjiptianët pranuan Islamin. Për këtë, çdo vepër e mirë që veprohet nga çdo egjiptian deri në ditën e Kiametit, i vete si shpërblim dhe Amr ibn Asit. Le të kthehemi përsëri ajeteve që flasin rreth historisë së Nuhut alayhis salam. Unë u thash, kërkoni falje Zotit tuaj, sa i vërtet fal shumë. Në këtë ajet, Nuhu alayhis salam na tregon se si të fillosh të ftosh dikë tjetër në Islam dhe ku duhet të përqendrohesh më tepër. Në këtë ajet, ai u përqendrua më tepër rreth mëshirës dhe faljes së Zotit. Ai u përqendrua në shpresdhënien dhe nuk foli fare mbi ndëshkimin dhe zjarrin e xhehenemit. Ai person
që të gjithë preokupimin e tij e ka si t'i friksoj njerëzit me zjarrin e xhehenemit, qoftë dhe imam xhamie apo predikues, ai nuk e ka kuptuar Kuranin dhe metodën e profetëve. Gjëja e parë që mësojmë nga ky ajet është se ftesa në Islam nuk është ndërtuar mbi dhunë, frikë apo imponim, por gjëja e parë që do thuash është se Zoti është mëshirues dhe falus. Tregoi derën e hapur të mëshirës dhe të shpresës. Kur Zoti urdhëroi Musan dhe Harunin alayhis salam që të shkonin tek faraoni, i këshilloi që me të flisnin me të butë dhe edukat, dhe i thoni atij fjalë të buta me shpresë që të përkujtohet. Shkoi një njeri tek halifeja Harun Rashidi dhe fillon t'i flas ashpër. Harun Rashidi i thot: "O filan, merre shtruar, pasi unë nuk jam më i keq se faraoni dhe ti nuk je më i mirë se Musa alayhis salam." Zoti urdhëroi Musan që faraonit t'i flas me fjalë të buta. Nëse i ke prindrit që nuk falen, mos shko të zihesh me ta, me synimin se po i fton në Islam. Nëse ke motrën që nuk është mbuluar, mos ja kthej jetën në ferr, duke u zënë me të për ta imponuar. Unë të tregoj një metodë më të mirë për të arritur atë që do. Bëhu shok dhe miku më i ngushtë i saj. Dëgjoj problemet e saj dhe së bashku mundohu t'i zgjidhni. Lutej Zotin shpesh që ta udhëzoj. Imam Ebu Hanife kishte komshin një të ri, i cili çdo ditë pinte alkool derisa dehej. Gjatë natës, kur Ebu Hanifeja çoi të falej, djaloshi i dehur thërriste me të madhe: "Më çuam dëm për Zotin, më çuam dëm." Ebu Hanifeja, megjithse zëri i tij e shqetësonte natën, e dinte se sikur t'i fliste në ato momente nuk do të bënte dobi. Kjo gjendje vazhdoi derisa një natë nuk e dëgjoi më zërin e tij. Të nesërmën pyeti mbi djaloshin dhe i thanë se e kanë burgosur nga që e kishin kapur të dehur. Ebu Hanifeja shkoi në polici dhe u kërkoi ta lenin të lirë dhe sa i do të hynte garant që nuk do ta përsëriste më të njëjtën sjellje. Me që Ebu Hanifeja ishte një person i njohur, e lanë të lirë dhe adërzuan atij. Ebu Hanifeja i dha një mushk për të hipur dhe të dy u nisën për në shtëpi. Gjatë gjithë rrugës, Ebu Hanifeja nuk i foli. Kur arritën, Ebu Hanifeja i tha: "A të kemi çuar dëm o djalë?" "Për Zotin ja ktheu djaloshi dhe t'i jap fjalën që nuk do të veproj më si më parë. Çdo njeri që vepron do të vinë një çast kur do të ndodhet në gjendje të keqe dhe ti u musliman mundohu ta shfrytëzosh këtë moment që të japësh dorën dhe ta shpëtosh." Nuh alayhis salam, pas ajetit të mësipër, fillon të flet njerëzve mbi vlerat dhe mbëlsirë që ka kërkuar falje për Zotit. Ai u lëshon ujë me bollok nga qedhi, u shton pasurinë dhe u shton fëmijët, u bën të kem një kopshte dhe ju jep lumenj. Shkoi një burr tek Imam Shafiu dhe i tha: "O imam, kam shumë bërgje, më thuaj ç'të bëj." Shafiu i tha: "Kërko falje, istighfar Zotit." Një tjetër i tha që gruaja ime nuk lind. Ai tha: "Kërko falje Zotit." Një tjetër i tha që kam bërë një gjuna. Përsëri i tha: "Kërkoj falje Zotit." Dikush e pyet: "O imam, po si ka mundësi që të gjitha këto hadhe zgjidhen me të kërkuar falje?" Shafiu i tha: "Dhe u thash i kërkoni falje Zotit, pasi ai është falës. Ai u lëshon ujë me bollok nga qedhi, u shton pasurinë dhe u shton fëmijët, u bën të keni kopshte dhe u jep lumenj." Ajeti që vjen pas kësaj çështjeve, pas këtyre ajeteve, është: "Ç'është kështu me juve që nuk e ndjeni madhështinë e Zotit?" Ebu Bekri tregon rreth vetes dhe thot: "Për Zotin, nuk kam fjetur ndonjëherë aq sa të shoh ëndra, as nuk kam pushuar të fantazoj, kështu do të vazhdoj derisa të jem gjallë." Tani duhet ta ndërpresim pas është momenti i çeljes së iftarit, argjërim të pranuar të gjithë argjëruesve. Selamun alejkum.
Është